Ne kemi respekt për të gjitha ta, për secilin e secilin, që sakrifikuan e kontribuan për çlirimin e Kosovës, për bashkimin mbar e për pavarësinë e Republikës. Mirë po, çfarë do kontributi, çfarë do sakrifice që ka bërë cili do prej nesh, nuk është leje për korrupsion e për pasurim. Prandaj ne themi në çdo tubim, nuk ka edhe patriot edhe hajl. Ose patriot, ose hajl. Nuk ka edhe çlirimtar edhe zullumçar. Ose çlirimtar, ose zullumçar. E ne jemi bashkë me juve për patriotët çlirimtar kundër hajnave zullumçar. E kur jemi te patriotizmi, kur jemi te patriotizmi, sonte dua t'u them dy gjëra që besoj se janë shumë të rëndësishme. E para, ne jemi për patriotizmin demokratik dhe emancipues, çlirues drejt barazisë me popujt e tjerë, kundër nacionalizmit autoritar hegemonist. Pra ati nacionalizmi i cili don të shfrytëzoj e të shtyp të tjerët. Pra po patriotizmit demokratik, emancipues, jo nacionalizmit hegemonist autoritar. Kjo është e para. Kjo është e para. E dyta të dashur bashkëdhetar. E dyta, patriotizmi është punë, po patriotizmi është një punë që s'ka pushim. Nuk mund është me thonë, po pushoj bak. Se në këto vitet e mas luftës, fatkeqësisht kemi shembuj të dikujt i cili ka qenë patriot, na nuk e mohojnë. Po mas ne i tha, po pushoj bak. E ju e dini sa i bjen pushimi. Pushimi i bjen korrupsion. Prandaj, patriotizmi është punë pa pushim. Është punë që nuk ndalet, ashtu qysh nuk ndalet frymarrja. Deri në sekondat e fundit jetës. Dhe bile ju e dini këtë traditën e zakonin ton, vazhdon edhe pak pas vdekjes. Sepse shumë njerëz e lën amanet që arkivolin t'u ambulojnë me flamur kombëtar shqiptar. Pra, patriotizmi është punë e përditshme pa pushim dhe në këtë frymë është e domosdoshme që brezi i ardhshëm pas neve t'jenë më patriota se ne. Pra, nuk duhet që patriotizmi jon i paqes ose i luftës, i rezistencës e i qëndresës, i zhvillimit e i përparimit, të jetë tavan për patriotizmin e brezit arshëm, por të jetë dysheme për patriotizmin e brezit arshëm, ku ata do të mund shkojnë më lartë se ne, po kurse si më poshtë se ne.
E sot, ju e dini dashur qytetar, pjesëmarrës të këtij tubimi, që patriotizmi ne në Kosovë, si qytetar e si shoqëri, si zyrtar e si shtet, duhet ta dëshmojmë në radhë parë me fqinjen ton verior agresiv, që i ka kryer 4 gjenocide mbi popullin ton, që ky vitit 1998-99 është veç Imrami, janë edhe 3 para këtij për 150 vjet. Gjenocidi i parë është rrotull paqes Shën Stefanit edhe Kongresit Berlinit 1875-1880. Gjenocidi i dytë është në luftrat ballkanike në fillim shekullit kaluar. Gjenocidi i tretë është në mes të shekullit kaluar, atëherë kur u çliruam nga nazifashizmi, por filluan pushkatimet e shqiptarëve, masakrat nga forcat serbo-jugoslave deri te masakra e Tivarit. Dhe gjenocidi i katërt është ky i vitit 1998-1999. Në Serbi duhet vi një ditë, një qeveri që i pranon këto 4 gjenocide, që e pranon Republikën e Pavarësinë e Kosovës